Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po takohemi sot sërish së bashku për të rrëfyer me ju një histori tepër të trisht. Rrëfimin e Sarës. Sara është një vajzë si të gjithë të tjerat, e cila gjithmonë ka luftuar për të patur një jetë të lumtur, por fatkeqësisht jeta e saj ka ardhur në një sprov shumë të madhe, në një formë krejtësisht tjetër. Ajo letrën e ka nisur kështu. Nuk është e lehtë të flas për veten, për plagët që nuk duken, për dhimbjet që të gëryen për brenda, për heshtjen që bërtet më fort se çdo britmë. Por sot dua ta tregoj historinë time, jo për të marrë mëshirë, por për të treguar që gratë edhe kur bien, kanë forcën të ringrihen. Unë jam Sara dhe kjo është jeta ime. Isha vetëm 16 vjeç, një vajzë që ëndronte të mbaronte shkollën, që ëndronte të bëhej diçka, ndoshta mësuese, ndoshta infermiere, por prindërit e mi kishin plane të tjera, plane që nuk përfshinin në ëndrat e mia. Më martuan me një burr 11 vite më të madh. Pa më pyetur, pa më dhënë kohën të kuptoj çfarë do të thoshte martesa. Ishte thjesht një vendim i prerë, një copë letër dhe një natë që do të më mbetej përtej në kujtesë. Jo si fillim dashurie, por si fillim i ferit tim personal. Jetonim në një fshat të vogël të Shkodrës, ku zërat shuhen shpejt dhe dhimbjet mbulojnë me heshtje. Ai, burri im i parë, nuk më deshi kurrë. Nuk më pas një herë si një njeri. Më rihte, më feu, më shante, më dhunonte fizikisht edhe shpirtërisht. Për vite të tëra, u zgjova çdo mëngjes me frikë, pleja çdo natë me trishtim, dhe kur mbeta shtatzën, nuk ndjeva gëzim, por ankth. Si do të risja një fëmijë në atë errësirë, si do ta mbroja kur vetë isha një e pambrojtur. Kur lindi djali im, ai u bë arsyeja e vetme që unë të mbijetoj. Për të durova gjithçka. Për të u bëra e fortë, por as dashuria për të nuk mjaftonte më. Po thahesha për brenda dita ditës, e vetmuar, e nënçmuar, e në përkëmbur, nuk isha më Sara. Isha një hije, një grua që nuk fliste më me zë. Dhe atëherë kur mendova se jeta ime ishte destinuar të përfundoj në një varr të heshtur, ndodhi diçka. Në shitoren e fshatit, aty ku shkoja për të blerë ndonjë gjë të domosdoshme, u njoha me një djalë që sillte mallrat. Ai nuk më pyeti pse kisha sy të fryer. As nuk më bëri ndonjë pyetje të rëndomtë. Thjesht më pa me dëmshuri, me njerëzi, diçka që nuk e kisha përjetuar prej shumë vitesh. Nuk më preku me dorë, por më preku me shpirtin e tij. Fillimisht i shmangesha. Më vinte turp, më vinte frikë, por ai nuk më fliste me mirë, por ai më fliste me mirësi. Më dëgjonte, më buzëqeshte, dhe pak e nga pak ndjeva se isha ende gjallë. Se kisha ende zemër që rihte për diçka tjetër veç frikës. E dija që nuk ishte e drejtë, por kur jeta jote është shkatruar, të drejtën për dashuri duhet ta marrësh vetë. E tradhtova burrin tim të parë. Nuk jam krenare për këtë, por nuk ndjej asnjë faj. Nuk kam vrarë askënd. Thjesht i dhash vetes një shans për të shpëtuar.
Mora djalin tim dhe ika. Ika nga dhuna, nga urrejtja, nga poshtërimi. U largova me zemër që dridhej, por me një vendosmëri të hekurt. Nuk do ta lejoja më askënd të më shtypte. Nuk do ta lejoja më jetën të më ikte nga duart pa më pyetur. Burri im i dytë, ai që e njoha në shitoren e fshatit, më priti me krahët e hapur. Më ndërtoi një jetë të re, më dha dashuri, më dha një shtëpi të vërtet, jo vetëm 4 mure. U bë për mua gjithçka që më kishte munguar: burr, mik, vëlla, nën, baba e familje. Sot kam edhe një vajzë nga kjo martesë. Një ëngjëll që më kujton çdo ditë se jeta është e bukur kur ka dashuri. Fëmijët e mi janë gjaku im, arsyeja për të vazhduar, për të buzëqeshur, për të falë. Por jo gjithçka është si në përrall. Baba im, ai që më martoi pa pyetur, më ka mohuar. Nuk më flet, nuk më do, nuk do as të më shoh. Më quan turp të familjes. Mbase sepse nuk ju binda? Sepse nuk ndenja e heshtur deri në fund? Sepse guxova të zgjedh vetë rrugën time? E di që shumë njerëz mund të më gjykojnë, por unë nuk kam frikë nga gjykimet. Kam jetuar në fere, tani jetoj në dritë. Dhe për këtë i falem Zotit çdo ditë. Jam grua, jam nën, jam plagë dhe forcë. Jam rrëfim i gjallë që jeta, edhe pas tuhis më të egër, mund të rilind në një lulëzim të bukur. Nëse ky rrëfim arrin në veshët e një vajze që po vuan, një gruaje që po dhunohet, një nëne që është e mbyllur në një martesë pa dashuri, dua t'i them: je më shumë se ç'mendon. Je më e fortë se ç'dukesh. Mos u dorëzo. Zgjidh jetën, sepse ke vetëm një, dhe ti e meriton ta jetosh. E jo ta durosh atë. Në fakt, është një histori që unë hyra brenda saj dhe më ringjalli shumë emocion, më ringjalli shumë dëmshuri për fenomene që dikur edhe sot kanë vazhduar dhe vazhdojnë të ndikohen nga mentalitetet të vështira në jetën e tyre. Kjo ishte historia e Sarës nga errësira në dritë.